Dëshmia e sotme të akuzuarit të parë për vrasjen e Pançe Zhezhoski dhe Vanja Gjorqevska ishte për plot akuza ndaj prokurorisë dhe gjykatës. Luk Çopalevski akuzoi prokurorin se ka dashur të komprometonte të gjithë familjen e tij, përfshirë edhe nënën e tij 83 vjeçare. Po ashtu ai pretendon se është akuzuar me prova të falsifikuara dhe se gjykata dëshiron ta shpallë fajtor në bazë të deklaratave të rrejshme të akuzuarve tjerë. Ai gjithashtu akuzoi gjykatën për anshmëri dhe tha se nuk mund të shpallet fajtor një person nëse deklarata e një dëshmitari nuk mbështetet me prova materiale. Videoja që kemi parë në gjykatë e propozuar nga prokuroria është një përmbledhje inserteve të shumta nga ngjarje të shumta, jo nga një siç pretendon prokuroria publike. Përpilohen edhe prezantohen video dhe falsifikohet koha. Ekspertiza është bërë me 28 dhe 29 gusht, ndërsa është marrë 8 muaj përpara, me 3 janar 2023 nga shtëpia e Veli Bormanev bashkë me llogarinë fiskale. Në pyetjen e avokatit të tij se ai e njeh të ndjerin Pançe Zhezhoskin, Pallço e mohon, por siç tha nga analizat që u ka bërë dosjeve të hetimit, ka kuptuar se mes të akuzuarit Manev dhe të ndjerit Pançe ka diçka më shumë se një grindje për pllaka betoni. Sepse Zhezhoski kishte padi penale kundër Manev dhe se mes tyre, siç tha, ka pasur padurim dhe urrëtie për më shumë se 10 vjet. Jo, nuk e kam njohur, nuk e kam ditur se ekziston, as direkt dhe as indirekt nuk kam pasur asnjë komunikim me të, por duke lexuar dosjet e hetimit kam mësuar shumë për atë njeri. Akuzat naive të Manev për Zhezhoskin janë sipërfaqësore dhe të pavërteta. Mes tyre ekziston diçka më shumë se grindje për pllaka të betonit, sepse e vetmja gjë është marrë nga shtëpia e Pançes janë pikërisht dosjet. Në ato dosje ekziston një padi penale nga Pançev për Manev, ankesa dhe denoncime në MPB dhe SPB Veles dhe në Këshillin e Prokurorëve. Edhe në seancën e kaluar, Palevski mohoi përgjegjësi për vrasjen e dyfisht, duke thënë se nuk ka motiv për një gjë të tillë, ndërsa akuzoi duke thënë se ai është viktimë një atentati moral të organizuar nga struktura mediatike dhe politike.